Shqipërinë apo me kryeministrin këtu janë të shumta, duke nisur që nga podcasti. E lëre më shumë të tjera, kjo për të përdorur edhe sarkazmin në këtë mes. Po tregoj kjo shumë çka dhe për atë çfarë u tha dhe një ditë më parë. Ishte Rubio i cili e tha, dhe të tjerë që atë çfarë Donald Trump thot e bën. Pra, tregon një vendosmëri dhe një seriozitet dhe një strategji të drejt për drejt të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe që e kanë seriozisht sidomos me kartelet, me narkotrafikun, me narkoregjimet, ku kemi parasysh dhe paralajmërimet e djeshme, për kë ishin ato paralajmërime, se po bëj shumë pyetje në një. Janë për të gjithë. Janë për edhe një dy shtete tjera në Amerikën Latine, janë edhe për shtete tjera që janë të përfshirë në mënyrë direkte ose indirekte. Do të kemi parasysh që Venezuela ka qenë pika e operacion ose qendra e operacioneve edhe të Hezbollahut, edhe të gardës revolucionare islamike të Iranit në trafikun e drogës. Garda revolucionare iraniane është trafikanti më i madh i drogës në botë sot, sepse me parat që gjenerohen nga trafiku i drogës kanë financuar të gjitha aktivitetet në linjën e mesme. Atë trafik drogë që kanë bërë me grupe tjera, me grupet Amerikës Latine, por unë kam përshtypjen që edhe me grupe shqiptarët. Dhe po të shikosh ka një, në politik nuk ka asnjë rasti, edhe nuk ka nevojë të kemi informacion, po themi, konfidencial, për të arritur në një konkluzion që është i dukshëm. Janë disa piketa mbi të cilën mund bëhemi deduksion. Grupet shqiptare të trafikut të drogës filluan dhe ekspansionuan në Amerikën Latine në vitin 2014 e mbrapa. Grupet e linjës mesme, këto që thashun, Hezbollahu edhe regjimi iranian, filluan dhe ekspansionuan në Amerikën Latine në vitin 2014. Dhe të dyja grupet, të dyja, po themi, palët janë të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Dhe të dyja palët janë në të njëjtin vend dhe janë në të njëjtën kohë. Shumë interesante. A është rastësi? Të dy liderët si Maduro edhe Rama ardhën në 2013. Është e gjitha në të njëjtën kohë. Është edhe presidenti serb, që është pak a shumë në të njëjtën kohë. Edhe ai është i lidhur me Venezuelën, por është i lidhur në drejtimet të tjera. Dhe në këtë aspekt Venezuela ka qenë si pikë takimi e interesave globale të nëndeshme, duke të lidhura edhe me nomenklatura të cilët sot nuk janë më në pushtet dhe janë kundërshtarët e presidentit Trump, të cilat po çmontohen. Dhe ai çmontim që ka filluar në Venezuelë, duke të reperkusionet e veta, edhe në vendet e tjera, kushdo vend që ka pas, themi, piktakimin në Venezuelë. Ose të dalim përtej kësaj emocioneve, dëshirave tona. Jo, ne flasim mbi bazën e këtyre që dim deri tani, provave, piketave. Mbi bazën e këtyre provave. A është fakt që ke grupe shqiptare të krimit organizuar që janë të vendosur në Amerikën Latine? Njërin prej tyre e ke tashmë shpallur non grata pak javë më parë. A është fakt që grupet shqiptare bashkëpunojnë me grupet vendore atje, me kartelin Sinaloa në Ekuador me njëra tjetrën? E kanë thënë të gjithë, ministri e Ekuadorit ka shkuar në KB, po përgjigje mund ndërkohë. A është fakt publik që grupet shqiptare janë të lidhur me kartelin Sinaloa? Është edhe kjo, sepse ka pasur mjaftueshëm të dhëna, operacione, raporte. A është fakt që veprimet e qeverisë amerikane kanë filluar operacionet kundër kartelit Sinaloa, pasi 14 antar të familjes El Chapos u vetëdorëzuan Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe u bën bashkëpunëtor të drejtësisë? A është fakt që grupet shqiptare janë të përfshirë në pastrimin e parave në Shqipëri? Po, edhe këtë kemi raporte ndërkombëtare, po themu, mjaftueshëm. A është fakt që pastrimi i parave në shkallë industriale, nuk po themi në një projekt apo dy projekt. A është fakt që pastrimi i parave në shkallë industriale nuk mund bëhet pa të gjithë infrastrukturën mbështetëse shtetërore që u mundson duke filluar që nga lëvizja parave, që nga licencat, që nga kontaktet? A është fakt që përfaqësuesit e kartelit të Sinaloas ne kemi parë të kenë kontakt drejt për drejt me kryeministrin dhe kanë takuar ata në deklarata. Po flasim me fakte publike, mos merrim fare me këto teoritë e konspiracionit që po ka ardhur kjo dosi, s'ka ardhur kjo dosi. Këto janë fakte reale. Dhe nëse shikon se kush është linja e presidentit Trump dhe administratës tij, që kur ka ardhur në pushtet e ka shpallur si prioritet të tij të politikës jashtme, të politikës brendshme